Konsideroj një shans të humbur të Ministrisë së Brendshme në këtë raportim për të vënë pikat mbi i mbi disa çështje shumë të rëndësishme. Ministria konfirmoi që ne nuk kemi pasur asnjë dekonspirim nga oficerët e lartë të policisë së shtetit kundrejt aksioneve të ndryshme, por në fakt dosjet profesionale hetimore të prokurorisë së posaçme kanë vërtetuar të kundërtën. Dosja Metamorfoza veçanërisht zbulon se si oficerët e lartë të policisë së shtetit janë palë me krimin organizuar, jo thjesht informator. Dhe po ashtu kjo është konfirmuar edhe në raportet ndërkombëtare dhe veçanërisht në raportin e fundit Departamenti i Shtetit thotë, dhe unë po e citoj, grupet organizuara kriminale kanë ushtruar ndikim të ndjeshëm në disa institucione publike, përfshirë element të policisë së shtetit. Pik. Pra, në këtë situatë, u mendoj që Ministria e Brendshme, si drejtuese politike dhe politikash, një nga detyrat e saj do të ishte pikërisht një analizim të gjithë funksionimit të kupolës së lartë të policisë së shtetit, që në mendimin tim, zoti kryetar, duhet shkrirë. Pikërisht ashtu siç bët ju dikur që shkrita te komisariatin e Krujës. Madje, ne nuk kemi një reflektim të tillë, përkundrazi, kemi një anashkalim. Dhe unë shoh që policia e shtetit duket sikur funksionon si një entitet tërësisht i pavarur nga Ministria e Brendshme dhe nga drejtimi politik i Ministrisë së Brendshme. Të paktën kjo është ajo që unë kuptova nga ky raportim. Në lidhje me çështjen e hetimeve për sa i përket aseteve dhe parave të pista në ekonominë shqiptare, shifra e dhënë nga Ministria e Brendshme për 65.5 milion euro është të konfiskuara, janë vetëm thërrime të pakrahasueshme me çfarë duhet bëj policia e shtetit nisur dhe nga çfarë raporton Banka e Shqipërisë apo dhe institucionet e tjera ndërkombëtare. Gjithashtu, policia e shtetit nuk ka mundur dot të ushtrojë detyrën e saj pikërisht sepse politika nuk e ka lejuar, sepse është e lehtë që të shkosh një qytetari t'i bllokosh një kat palej, t'i bllokosh një kotec palej, por kullat palej në mes Tiranës nuk janë ndaluar, zoti kryetar. Dhe ky është fakt. Dhe kjo tregon që policia e shtetit nuk ka mundur do të jetë në shinat e lishmërisë. Gjithmonë të flasim me çfarë parashikon ligji. Për sa i përket pjesës tjetër, unë mendoj që policia e shtetit sërish nuk është në lartësinë e detyrës së saj për shumë prej fenomeneve që kanë të bëjnë me shoqërinë e sotme shqiptare, për sa i përket dhunës në shkolla që unë e përmenda. UNICEF-i dhe Save the Children në vitin e kaluar thotë që 40% e nxënësve kanë përjetuar dhunë fizike, më shumë gati gjysma. Dhe gjysma e këtyre as nuk i kanë raportuar. Pra kemi të bëjmë me një fenomen mjaft të përhapur ku shteti ka ngritur duart të lartë. Dhe përgjigja është minimale dhe e papërfitshme. Dhe së fundmi në lidhje edhe me atë çështjen që mund të duket disi dhe e parëndësishme për sa i përket monopatinave, tregon qartësisht që për efekte propagande, Ministria e Brendshme dhe Policia e Shtetit janë të gatshëm të shtypin të pambrojtshmit, pavarësisht se s'ka bazë ligjore, ndërkohë që ne jemi kthyer në një vend transporti të tonelatave të drogës, siç raportojnë dhe institucionet ndërkombëtare. Ne së fundmi, madje në vitet e fundit, kemi dhe përfaqësinë e DEA-s në Tiranë, pikërisht sepse Shqipëria përmendet si një vend tranziti për tonelata kokaine që vijnë nga Amerika Latine, vinë në Shqipëri si pik për të shpërndarë në Europë dhe më pas paratë e përfituara të vinë të investohen në Shqipëri. Pra kjo është këmban alarmi që Ministria e Brendshme duhet të zgjohet dhe të vënë në shina funksionimin e policisë së shtetit
bazuar në çfarë të dhënash ka deri më sot, nga hetimet dhe dosjet që ka bërë Prokuria Speciale, por dhe nga të dhënat që ka dhënë partnerët tanë ndërkombëtar. Faleminderit. Po, faleminderit. Në një fjalë të fundit, ministre, të shtia dhe ta mbyllim, kalojmë ke buxheti. Fakt dua ta mbyll. Një minutë ka diçka vetëm zoti Noga që ta përmbyllësh pastaj edhe të Po të shohësh se po shikoja unë për të dhëna. Indeksi global i krimit organizuar. Tregjet kriminale në vend për vitin 2025 i vlerëson me 4.9 pikë nga 1 deri 10 është vlerësimi. Aktorët kriminal, kur futen grupet mafioze, me 5.5 pikë. Treguesi problematik për Shqipërinë janë trafikimi, 5.5 pikë. Trafikimi e emigrantëve, 6. Tregtia e kanabisit, 7. Pra është shkalla siprore. E kokainës, 6.5. Heroinës, 5.5. 2025. E kam këtu. Ndërsa krimet financiare, ndikimi i aktorëve shtetëror është sfidë e madhe dhe 7 është në shkallën thuajse maksimale. Pra, peisazhi kriminal në Shqipëri, thot raporti, karakterizohet nga grupe të mirë strukturuara mafioze, me ndikim të gjerë total në ekonomi dhe në politik. E thot raporti, nuk e themi ne si opozit. Nga ana tjetër po ju them që Banka e Shqipërisë në raportin e saj, në të dhënat që publikon, nxjerr se në Shqipëri janë konvertuar 12 miliard euro. Më përpara, maksimumi i eurove që hynë dhe konvertoshin ka qenë 6 miliard. Pra, në këtë vit janë 6 miliard euro të futura para e zezë dhe korupcioni, para droge e korupcioni. 6 miliard. E thot Banka e Shqipërisë. A nuk është ky pastrim parash? Çfarë është ky? Dhe thot, sepse banka thot në ndërsinë e ndërtimeve në vend janë 847 milion të subvencionuara nga bankat. Po ku gjetën këto tjerat pastaj? As 1 miliard jo nga bankat, ndërkohë që 12 miliard ku gjetën? Të gjitha para, droge dhe krimi organizuar. Pse DEA për herë të parë në histori, marrëdhënieve të Shqipërisë dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, DEA thot mos i besoni institucioneve shqiptare, por hajdeni informoni dhe raportoni direkt ke ne, sepse bashkëpunimi me institucionet shqiptare në luftë kundër drogës është 0, thot DEA. Dhe ju bën thirrje, ju nxjerr dhe numrin e vet qytetarëve shqiptarë që të raportojnë direkt tek ajo. Çfarë tregon? Që gjithë shteti është inkorporuar në çështjen e trafikut drogës dhe të krimit të organizuar. Çfarë thot raporti i Dash? Korrupsioni thot, krimi i organizuar dhe ndërkomunikimi institucional e bëjnë Shqipërinë vulnerabël ndaj pastrimit parave, ku kriminalët përdorin blerjen e pasurive të paluajshme, projektet ndërtimit, asetet virtuale dhe bizneset të tjera për të pastruar paratë e pista. Organizatat kriminale, thot raporti Departamentit Amerikan të Shtetit, bashkëpunojnë me organizatat të ngjashme në Europë dhe Amerikë të Jugut. Dhe trafikimi narkotikëve dhe krimi organizuar janë burimi kryesor i flukseve të pastrimit të parave. Dash gjithashtu ngre shqetësime për herë të parë, gjitha këto që po them janë për herë të parë të konstatuar. Ngre shqetësime se ligjërimi i basteve online ka filluar të lejoj depërtimin e krimit organizuar brenda tyre. Dhe unë, në një moment të dytë, do t'ju them këtu, do t'ju informoj shqiptarët se kush i ka bastet online. Si janë ndarë nga qeveria shqiptare bastet të cilët janë ndarë. Ky kartel do ketë këtë qark
Elbasan dhe Korçë vazhdon karteli Qela, Durrës dhe një pjesë Tiranës karteli Troplini, po karteli Qela ka dhe një pjesë në Tiranë. Pra, veriu tjetër, jugu tjetër të ndarë të gjithë. Edhe bashkë të ndarë. Dhe nuk e thot opozita, e thot Departamenti Amerikan i Shtetit. Këto janë damka që jepin Shqipërisë dhurat nga narkoshteti. Prandaj shqiptarët janë në këtë situatë dhe prandaj të flasësh sot për ligj, rend dhe siguri është e pamundur. Është e pamundur. Okej, faleminderit zotin Noka. Zoja ministre, po ju takon ju